Një deklaratë e papritur e Mirit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 ka shkaktuar një reagim të menjëhershëm dhe të ashpër nga familja e Selinës në orët e vona të natës. Raporti mes tyre, i cili kohët e fundit të shprishur ka marrë një tjetër kthes pas dyshimeve që Miri ngriti hapur. Gjatë një bisede me Juelën, Miri ka shprehur dyshimet e tij mbi sjelljen e Selinës, duke theksuar se ajo nuk e ka pyetur kurrë për marrëdhënien që ai ka me bashortën jashtë. Ai gjithashtu komentoi raportin e saj me Gimbon, duke thënë se nuk e sheh të lumtur, por jo vetëm kaq. Kjo është deklarata që ai ka thënë: "S'më ka pyetur asnjëherë për marrëdhënien që ka me bashortën time. Do pyes edhe Selinën. Kam parë dhe marrëdhënien që ka me Gimbon, nuk e shoh happy, nuk e shoh si më parë. Ti si vajza vajzës, a ka pasur apo a ka ndjenja për mua? Kjo është pyetja që unë do t'ja bëj asaj nesër." Juela nuk nguroi ta konfirmonte duke i thënë ajo ka një pëlqim për ty. Për ta thelluar më tej këtë linjë, Miri ka shtruar më pas një pyetje në dhomën e gjumit. A mos ndoshta është edhe në të kundërt kjo gjëja, por atë nuk e akuzon njëri? Kjo deklaratë nuk është pritur as pak mirë nga të afërmit e Selinës, të cilët menaxhojnë llogarinë e saj në Instagram. Përmes një postimi zyrtar, ata e kanë dënuar ashpër këtë përpjekje të Mirit. Në reagim, thuhet se është një turp i madh që një burr i martuar në moshën 47 vjeçare të mundohet të krijojë një histori për një vajzë 23 vjeçare vetëm sepse ajo vendosi të mbajë distancë. Familja ka hedhur poshtë çdo aludim për ndjenja apo pëlqim, duke theksuar prerë. Nga ana e Selin nuk ka patur kurrë asnjë ndjenjë. 0. Ata sqarojnë se mes tyre ka patur vetëm një raport loje dhe korrektëse njerëzore, pa asnjë flirt, interes apo sinjale të dukuptimta. Për sa i përket arsyes pse Miri po e bën këtë, deklarata thekson se kjo është një përpjekje për të nxjerrë vajzën sikur ka patur ndjenja, vetëm e vetëm për të mbrojtur egon e tij, një veprim që e cilësojnë si tepër të ulët. Reagimi përfundon me mesazhin e qartë se publiku e sheh dhe publiku e kupton, duke paralajmëruar se për ta ky diskutim mbyllet këtu. Kjo gjë ka bërë përshtypje të gjithë shikuesit e Big Brother. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.